إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet i takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet e përzemër të ja dërgojmë profetit tanë të fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i tij. Agjërimi është prej adhurimeve më madhore, është prej adhurimeve më të mëdha, që është specifik e njerëzve të devotshëm, që e kanë frikë Allahut subhanahu wa taala. Agjërimi është adhurim që na afron afër Allahut subhanahu wa taala. Agjërimi është shkak që na me fitu kënaqësinë e Zotit. Agjërimi e pastron zemrën e besimtarit nga dhëset e këqija, nga sjelljet e këqija, nga karakteri i keq. Agjërimi është shkolla e të devotshmëve dhe shkollë e udhëzimit të drejtë. E kush hyn këtë shkollë, edhe i respekton rregullat e kësaj shkolle, ai patjetër se do të dalë i suksesshëm. Shumë argumente që na kanë ardhur prej Kuranit dhe prej Sunetit të pejgamberit alayhi salam na stimulojnë në lidhje me agjërimin, se agjërimi tek besimtari e mbjell ndjenjen e mëshirës, butësisë, afrimit, vllazërisë dhe solidaritetit. Agjërimi është shkak që njeriu me fitu vetë kontrollin, që me vetë kontrollu vetën e vet. Agjërimi e ka lit njeriu në jetën e përditshme. Dobit e agjërimit janë të ndryshme, janë të shumta. Ne do t'i cekim disa prej tyre. Prej dobive të agjërimit është se agjërimi është mburoj, është pancir nga zjarmi i xhenemit. Transmetohet nga Xhabiri radiallahu anhu, thot se ka thonë pejgamberi alayhi salam, se agjërimi është mburoj, e cila e mbron robin nga zjarmi i xhenemit në ditën e gjykimit. Pra agjërimi është shkak që na me shpëtu prej zjarmit të xhenemit. Agjërimi është shkak që na me hyn në xhenet edhe me shiu begatitë e xhenetit. Agjërimi e dobson edhe e ul euforinë e epshit. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salam i këshillonte trit: o ju tri, kush ka mundësi prej juve për mu martu, le të martohet. Ndërsa kush nuk ka mundësi mu martu, ka thonë le ta agjëroje, se kështu e mbron shikimin dhe e mbron organin prej haramit. Pra agjërimi ka dobi të ndryshme. Transmetohet, ka ardhur në hadith të pejgamberit alayhi salam, transmetohet nga Abu Umame, se i ka thonë të dërguarit Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: o dërguari Allahut, më udhëzo për një punë, më udhëzo drejt një pune me të cilën është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Pi thot pejgamberi alayhis salam, agjëro, nga se nuk ka të ngjajshëm me agjërimin,
qoftë në shpërblim dhe qoftë në arritjen e kënaqësisë së Allahut. S'ka të ngjajshëm me agjërimin. Sevapët e agjërimit nuk dihen se janë shumë të mëdha. Edhe kështu na e arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Agjërimi ndërmjetson për robin ditën e gjykimit. Ka ardhur në hadith të pejgamberit alayhis salam, në hadithin që transmeton Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu, ku thot se pejgamberi alayhis salam ka thënë se agjërimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë tek Allahu në ditën e gjykimit për robën e Allahut. Agjërimi ka më thonë, o Allahim, ja ndalova ati ushimin dhe pijan, e ndalova nga epshat, andaj ma mundso që të ndërmjetësoj për ta. Nërsa Kurani ka më thonë, o Allahim, ja ndalova ati gjumi natën, andaj ma mundso që me ndërmjetësu për ta. Tha pejgamberi alayhis salam, do të ndërmjetësojnë me lejen e Allahut, Kurani edhe agjërimi. Ama, vetëm ata që ja bojnë hizmetin Kuranit, vetëm ata që ja bojnë hizmetin agjërimit, për këta ka me ndërmjetësua. Sa prej njerëzve nuk din me lexu Kur'an, falen 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, dhe akoma s'din me lexu librin e Allahut, ndërsa Ramazani është muaji i Kur'anit, është muaji në të cilin ka zbrit Kur'ani. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramadanit, i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbrit Kur'ani. Prej adhurimeve më madhështor në Ramazan, përveç agjërimit, është edhe leximi i Kur'anit, që na nuk ban me anashkalu as pak. Na patjetër se duhet mi marrë sebepat që me mësu leximin e Kur'anit, sepse ka sevapa dhe ka shpërblime të mëdha. Me lexu fjalën e Allahut, për çdo shkronjë ki 10 sevape, po sa shkronjë ati lexon Kur'an? Me qindra dhe me mira dhe me miliona sevape e ki, nëse e lexon fjalën e Allahut. E nëse don me ndërmjetësu agjërimi për ty, jepja hakun agjërimit. Agjëro ashtu siç ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala. E nëse don me ndërmjetësu Kur'ani për ty, lexoje Kur'anin sa më shumë, edhe Kur'ani ka me ndërmjetësu për ty në ditën e gjykimit. Agjërimi është shkak për faljen e gjunave dhe faljen e mëkateve. Transmetohet nga Ebu Hurajra se pejgamberi alayhis salam ka thënë se kush e agjeron Ramazanin me bindje edhe me shpresë tek Allahu, i falen gjunahet e kalume. Pra shanse madhe që Allahu më na fal në këtë muj. Në këtë muj madhështor. Domethënë, agjërimi duhet të kryhet në 2 mënyra për me arrit falja e gjunaheve dhe shlyerja e gjunaheve. Duhet me agjëru me iman, me besim, dhe duke besuar fuqishëm se kjo është urdhër prej anës së Allahut subhanahu wa taala, edhe duhet me shpresu në shpërblimin e Allahut. Agjërimi s'pranohet nëse agjeron për dietë. Agjërimi pranohet vetëm nëse plotëson kushtet. Vetëm nëse agjeron me iman dhe me besim, duke shpresu shpërblimin e Allahut, atëherë e fiton shpërblimin e agjërimit. E cekëm se agjërimi ka shpërblim shumë të madh. Ka shpërblim madhor edhe ka shpërblim të pacaktuar. Transmetohet nga Ebu Hurajra se thot se ka thonë pejgamberi alayhis salam, se Allahu ka thonë, Allahu xhaleshanu ka thonë, çdo punë që e vepron i biri Ademit është për të, përveç agjërimit, ajo është për mua dhe unë e shpërblej ata. Këtë vepra që ka i bën robi, i bën profeti, ndërsa agjërimi është për Allahu subhanahu wa taala, dhe vetëm Allahu e din se si kam i shpërblej agjëruesit, ata të cilët agjërojnë vetëm për hir të Allahut. Agjërimi sjell lumturi dhe sjell të mira edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Ka në hadith të pejgamberit alayhis salam se për agjëruesin ka 2 gëzime. Gëzimi i parë është në çastin apo në momenti kur han iftar, ndërsa gëzimi i dytë është kur shkoje te Allahu subhanahu wa taala dhe e merr shpërblimin. Para më çfarë gëzimi ka? Në 9 ditën, edhe vjen koha me hangër iftarin, gëzimi i madh, kënaqësi e madhe. Po para më kur dalmi para Allahut subhanahu wa taala, dhe ta marrim shpërblimin prej anës së Allahut, për këtë sakrificë që e bajna për hir të Allahut, për këtë vepër madhështore që e bajna për hir të Allahut, sevap dhe shpërblim i madh. Agjërimi është shkak për pranimin e lutjeve. Mirë tash në Ramazan, mirë çdo herë, po sidomos tash në Ramazan mi shtu lutjet. Mi shtu kërkesa ndaj Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu i pranon lutjet, Allahu i pranon duat, e sidomos në Ramazan.
Transmeton nga Enesi radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thonë se lutja e agjëruesit nuk refuzohet. Nuk refuzohet ai i cili bën dua duke qenë agjërueshëm. Ka ardhur transmetim tjetër, me të vërtetë agjëruesit në çastet e iftarit të tij nuk i refuzohet lutja. Në çastet e iftarit nuk refuzohet lutja. Prandaj kur tulni në boj iftar ose para iftarit, leni muhabetet, po ngritni durt dhe lutni Allahun subhanahu wa taala. Lutni Allahun se në çastet e iftarit është çasti ku pranohen duat dhe ku pranohen lutjet. Sa për njerëz që kanë gale dhe kanë derë të harojnë mi çu durt edhe me lut Allahun subhanahu wa taala. Harojnë. Janë të shkujdesur. Ndërsa Allahu është ai i cili na jep të gjitha këto të mira. Në dorën e Allahut është gjithçka. Çka ka në qiell dhe çka ka në tokë është në dorën dhe fuqinë dhe pushtetin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj drejtojuni vetëm Allahut me lutje. Drejtoni vetëm Allahut me pendim. Alusë Allahun e madhruar që me pranua agjërimin ton, namazin, zekatin, istikfarin, namazin e natës, namazin e taravive, edhe çdo vepër të mirë. Alusë Allahun e madhruar me na fal me faljen e tij të madhe, me na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Alusë Allahun e madhruar me na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus. Alusë Allahun e madhruar me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarm të xhenemit. Alusë Allahun e madhruar me na mbrojt prej sherrit të njerëzve, xhinëve dhe shejtanëve. Alusë Allahun e madhruar me na mbrojt prej shirkut, kufrit, nifakut dhe çdo cilësie të keqe. Alusë Allahun e madhruar me na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e Kuranit dhe rrugën e Sunetit. Alusë Allahun e madhruar me na bë prej atyre që i falmi 5 kohë namaz, e kemi frikë Allahun, bajna vepra të mira dhe largohemi prej veprave të këqija. Alusë Allahun e madhruar që me na ndriçu natën e varrit, me na lehtësu urën e siratit dhe alusë Allahun me na tubun xhenet, çashtu çysh na ka tubun këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.